Një prej momenteve që kom pas me Viktorin, unë i ka tilin atëherë, tek kjo ndërtesa kam jetuar prej nga Kopliku i mentor Palokaj, loj unë i ka tilin. Tash po shkoj me marr numër 4 kë, Grand Concourse, course. Që 149 Grand Concourse, tash po shkoj me marr treni numër 2 me çum Pelham Parkway. Kujtohet para vitin 2002-3-4 kur shesha me punu në restoran, se shumë zhuru. Po shko treni. Si atëherë edhe tash njëjtin zhurmë, njëjtin kapaciteti, njëjtin energji, që ashtu alla kamer, njerëz të njëjtë pranë Vallë, kur sheshin një barë, 90% e shansës ka që bushi parë, për shku këtë rrugë. Se kur përnesha në Little Italy atje poshtë, edhe Uptown ku me marë. Atje, Uptown, se mo shkoj downtown e po ngullna. Kjo më kryj prapë në me 5 ose 2. Po, kur erdhësha, kur e sheshe një park, më njerë, më neshe që është shqiptar. Edhe... është interesant, po kur isha të përma tjetë Little që kishtë të thonë, po dhe shke me marrë me gjesë, ora 19 me gjesë dhe më shatë 500, tani këtësha e mënoj 200, tani konsolojshë me 500, ose me 400, e këtësha dhejrë, e ti downtown. 14 rrugë tani më shumë e marrë të shkysha në Spring Street. Treni për me dalë Little Italy me hecë atje. Në më shumë të thonë 3 trena, 1 orë gjysë për që rrugë për me shku, edhe 1 orë gjysë për më këthy në Bronx, kër jetë isha në vitin pranverë 2002 deri në pranverë 2004, një 2 vjetë. Se erdhë 500, po më duhet mu treni numër 2. Kjo është 500. Gabim. Po më nëjë, së është për mu. Dhe me prit 200. Që sot o pritë, sot. Po po në 20 minuta, kom harru sa kena pritë që të mos natën atë masorës du me një jarë, ne të ka i treni, të është me pritë 45 minuta, ndashtë edhe 1 orë, e desa vike, desa shkoj një nalë me shu, bëjke ora 2-3 me nxesë. Prapë që më nxesë heret, më shku në punë. Po vjen ajo, shët, hajde, ta glajgjën, se më të ka shku neve, që sot o arë. Erman Fond. Kala Blak, vejtë fërgëra. Ja. Kësh me hi, kësh me dalë. Shpondon. Në gjithë dhe. S'ka bërë. Shtajnë shqiptarë.
janë shqiptar. Në qift. Qa mujta me dhej. This is Pelham Parkway. Transfer is available to the BX12. Stare komunista. This is an accessible station. The elevator is at the rear of the platform. This is a Wakefield-bound 2 train. The next stop is Arlington Avenue. Sa herë kom ni qëto. Sa herë kom ni. This is Pelham Parkway. Oh, cool, no, man. E kanë renovu për të stacion veç u kon. Aj. Pelham Parkway. Sa herë kom prit trenin në këtu për 2 vjet, rresh do të ditë gati, kom marrë këtë tren, kom shku downtown Manhattan o kudo tjetër. A ne pak im shumë rrallë im shku në stacion Malet, nëse më ka zonë gjumi, kom shku të në fund. Po, valla, për para më ka zonë edhe gjumi, qash vonë, më vësha i lëp, ashtë edhe kum pi pak, edhe ja fut qatë gjumë, flajnë, kura qësha vedem në fund atje. Mërë trenin tjetër këtheu. Pa. Shepi shvjet kjo rruga, më kom jetu në atje. Pelham Parkway. Tash ja u shpregoj një ka një. Një deli për para. Deli Chosh Corner. Kujtohet me të agimin e grupit të reperët, atë reperin e Presioni. Ka pas nofkën Presioni, ma agimin vishëm ka një kafe, mëshëm ka një kafe dhe një sen me hangër, $1. Edhe a i kishke një gjaket lëkurës, e veshke shumë gjaket lëkurës e kishke qef, edhe ka një kafe edhe kështu. Edhe që kësë më kujtohet, po që po shien do shqiptar që ka kënej ala. Te kjo ndërtesa kam jetuar prej fund prill, fillim maj 2002, deri në qershor 2004, 735 Pelham Parkway North, 735 Pelham Parkway në Veriut, pjesa Veriut, ati është pjesa jugut. E këtu kam jetuar me një studio, me thonë një garsonjere, kom pas ma shokun tem, Visarin që patëm nda për gjys, me thonë, aj me një qosh, me një qosh flejshum. Atë këshyrum që është ta ka ndryshu, që kjo është ndërtesa jo 735, po që 735. E ka pas laundry room. Së të qenë ka sikur s'ka ndryshu kur gjë. Laundry room që ka në gjëtësia. Do të pekuvësi, aja, dali. Që këtu ka qenë supri që këmë bikëshyrin e ndërtesës. Këtu me është liftin, këtu me shku katën e 5. Ate këshyrin shumë liftin. Shkën katën e 5 edhe na. Ka ndryshu ishte shka jo. Opa, po mes me në këtë liftë. Para më në vejnë që dhe Roma. Sikur 2 vjetë që to. 2 vjetë. Edhe pse ka 2003 deri 2004 kam pas një dashur në Brooklyn. Dhe po më shtonë zane këtu, në është të kur dalë jashtë ja shpikoj. Në që më rënum. Ka qenë që e ndërte, që e dhe një apartament. S'po di që kjo, a që kjo.
Njëre për 72 ka qenë. Në shkallëve të poshtë më shpejt. E që shkesh të thonë, në vitin 2003, kër e kom fillu me përnu atë Kineman AMC AMC Theaters në Times Square aty, kom taku një Amerikanë e Floridës, një bionde, dhe ja fillu me kalua, jetu e kim Brooklyn, atje në 7th Avenue, Q-Train, trenin që. Edhe, ku që fa se ti, ose zdrali të shkallët. Ola. Këtë latin, natyrështë, musht. Edhe që shkesh të thonë, edhe shkësha me nejtë atë 6 ditë javësh rrishat ajo, mas punë dhe shu takoshëm shkëshëm të rrishat, me to, kaloj shako me to, edhe që atëhere pa ta kap atë thelbin Amerikanë, dhe në sëtërish. Me kuptua me qka është Amerika, ma shumë e folë anglisht, me kuptu kulturën amerikane, ushqimin amerikane, krejt e filloha me to me kuptu. Prej vitit 2003 dhe anej, të në veç u qka pa prej shqiptarve dhe tani në 2004 në ndolla Manhattan në East Village edhe ku ja tregoj ku kum jetu edhe atëherë. Edhe prej atë momentit, unë më nau krejt s'ka marrë. Po thuj se këtu kom nejt ma shumë një vjet e gjys. Shtu. Nëjse, hajtë të gërë dhe këtë pjesën ku më letë shumë nga shqiptartë, për para që së kur i famë shumë unë i katili. Këtu më rrëshëm nga te guri, The Rock që të shumë. Që po du më qëta shqiptarë. Këtë gurin këtu, na shqiptarë më rrëshëm për para, që të thëshëm The Rock, ku mentorin djeri tash, mentor Palokaj, laju në katilit, rrëshëm nga këtu, ma shpesh edhe me vllahun e presionit që s'më bjen men emri tina Lloja Agimi të kur ma i ri, rreshëm pash bile një fjallë kur se arroj këtë fjallën no doubt, apo den unë edhe isha anglisht no doubt, ata ma corrigeshin, unë edhe isha jo, unë e kam mirë, ata isha jo, ne kemi mirë, ti i gabim, i kur se ka rajet moment bukur, atë në shumë interesant, ka qenë vitin 2002, edhe tani, patom edhe një prej momente, patom bo grup që tu krejt disa shqiptar, e kena shku të Orchard Beach në kam, një orë në kam prej këtu i deri në fundet është ku është plazha e Bronxit, Orchard Beach, edhe në kam jena këthy, bo mohabet, hangër, pije, rrugës, e shumë interesant edhe në ato momente. Shtu rreshëm, unë e ka tili Viktorit nuk rëke me neve shumë, ato të thëmë drejten, veke ka njëherë, përshëndet ke dhe ke, kishke me punu edhe, natyrysha, i ka bot vetën e ka shkru dhe që ata edhe pat bo bumse, ka punu për tekstit e veta. Kështu, The Rock. Kështu kështë ta në gjizu për plët fëmi që të po më dalin e s'po du mja në gjizu këta fëmi. Neste që erdha pak shtu, me u me thënë, ato momentet e të njëherë, kër ullëshëm në shqiptarë. Qështu ullëshëm, bëjshëm më hapet në. Në të lopa kamera që. Që ullëshëm shtu, apë rak, ullëshëm këtu, kishëm kafe, bëjshëm më hapet. As kejt, nga mush latinoamerikane. Më mlesëm kështu, 10 veta, 15 veta, dhe loj ma beti, u shmalshëm, mali për atë dhe. Ata ka njëtu që të rrugën atje, është Halla Davide, po. Kejtë spanisht, muzikë spanisht, kejtë spanisht të folë. Dhe pëse s'kam problem për veti, po. The Rock, te guri i famshëm. Ishën nga njëtë shqiptarë me kjerët mira, parë kërëshin këtu, nga përshëndetëshin. Kona vaj, veke nga njëherë kë Elvir Murici, ki bokseri. Edhe bëjke nga ma bet me neve, me kafe dhe qka. The Holland Avenue, del Nestor Place, besoj është aje tjetra. Ka kafe shqiptarë atje. Edhe atje ki shqiptarë të lujtë ja përshinë mirë për këtu, të lujtë Dominos. Shqiptarë Shqipërisë, Kosovës, e kitë bashkë ki, pa pensionistat. Po ashtu edhe që atje kemi lujtë, se shumë djelë, atje që ato, pak ma ne lujshim edhe futbol, na, me do shqiptarë tjerë që përneshin dërdim të ari. Edhe, të momentet e, pa dhe në Parkway,
plot ka, po flasën kur. Po në isha 6 ditë një javë, kam arje Bazboj, atje në down Little Italy. Pre orës 10, tani 11 ja filloj isha, jo 10 po kon atje, do më dhanë para 9 jëm nis. Edhe deri 11 e gjysë kur e përfundojsh ashtu diçka, a 12, i vjen ku marr shpinë 1-2 natës. S'kisha kohë. Ta kishin kohë, plot kur ishin me familje. E kum vrejt, ta kishin kohë që nana, baba e ka bo shpinë, më thonë s'pa qira, kanë hangër, kanë pi, rrallë po nëshin do, atë jo krejt, po disa. Tani ishin dësha dhe ishin problema. Kishin me bo problemin. Që shqiptarë duke lujt Dominos e Sha, ka lu kohë të lirë atje. Nga shqiptarë që janë këtu një kohë gjatë, sikur nduket sikur para 20 vite. E ma shumë njëjtë. S'ki shka me bo, ditë e bukur, freskët, kalon në kohë këtu me shoshëri. E për shosha tjetër lujtë futbol që në kanë, na më duket këna lujtë anën tjetër, pa kere. Që në anën djallë që tajnë dëgjova të folë Shqip, thash okej. Edhe në të kanë dalë, kanë bërë një gjiro këtu. Si park i bukur është. Edhe goxha i sigur që ka i di une. Që për shemull, afer që ati gurit jetë e këna lujtë futbol në që të ku jem fëmijet. Jem lujtë stop. Që këta për kursit kanë barin a nej. Është puna është e larkë qendrës tu, se s'ka qenë keq. Larkë qendrës. Që edhe ta zotri, po duke në qenë shqiptar. Shta dy aty. Sa mirë. Janë dalë, jënë vesh mirë, për bojnë një muhabet. Ja se ditë e bukur. Sa e takova një njeri të bukur, shikër veshur mirë nga Kopliku i Malsis. Si quheni? Luiz Rakaj. Luiz? Rakaj. Që sa viti të jeni këtu? 20 vjetë. 20 vjetë. Si është jeta në Bronx? Mirë, shumë mirë. A shkon shpesh në dhe? Jo, vërdes. Ka vite se më jam i smurë. Nuk mundes me levizë, Ja, no? s'ko me lëvizë 10 vjetë ka se më kanë. Një herë më kanë të ku të marrë dhe putë. Ke familjen këtu? Po, të djallin do. Pesh djalin. Të djallin. Ta kon shqiptar tu, a kishë që shqiptare këtu iq? Po, plot ka shqiptar. Ata që lozin Dominos, a loz me ta? Ja, s'klas ka vina. As shas. Ja, ma qatë, ja, bel të fri, këtë i. Jetë patësore. Shumë bukur. Shumë pëlqej stili tina, shumë mirë, elegant, me plot sharm. Faleminderit për kohën. Me kam marrë të në qërim, Po? me kam një në makinë që i njësha në i mëzik Shqip, më duke që se kam pjesë trupi. Apo? O, sa amel. E kje që përshkruan? Ja, zjave zalë të kështë, laburi shqiptarë. Zamire? Ajo. Ka dhe më të kam gjitha, në dikë se kam bunë të. E, ma mikë, Jeta në Amerikë. shumë të në Amerika t'jo të aku. Po atë njëm për të shkëm. Në të ke vite shumë? Përshëndes në njerë. A, të kërë pak. Sa njeri mirë. Sa jamel. Ja, s'luj domino, fa. Ja. Ja, s'tu dalë, lezoj, pushoj, relax. Çfarë dushti, se cile ka të vetën. Me kravat, me tesha kat, gjaketën e bukur atë. Shkoj që kënej. A shkoj. Hajde ja bëj gjiro kështu, stilin e rreth. Se atë në atë farë Astor Place, tu i ki një disa ku jam në të farë vetë shërbimet, markete shqiptare i ki. Që edhe të kjo Astor Place. Apo shihit mira jo Astor Place edhe Wallace Avenue, që me njerë pizza burek, moti është kjo. Kjo më të i kam 10 viteve, që kom qenë më përpara. Ka dhe tuaj që shkojnë tash. E tash janë tjerë këtu, janë kopi, janë tjerë të shqiptarë. Që kanë veçërbime, markete. Janë të ratë direkt në djellë e kameras del mirë. Që atje poshtë këm jetu të guri dhe rak që kesh. Edhe që ku përshku në këtu Albania, Grocery Albania. Deli Albania. Në këtë e Albanas beauty salon edhe ajo është shqiptare atje. Edhe që këta e kafe që të që shqiptarë që të nejta përshe.
Tjetë qaj e kafe që po shërben qaj shqiptari atje. Edhe... Nuk edhe qaj e ke shqipa. Qka shqipa jo? Atë konë, as Tor Bar and Grill, pas ka ndryshu, se për para ka qenë Sikis, ka shqitë për pasullet që papa atje, ka i qoshi. Ndërtesat e vata, ndërtesat e vata, si parë ka plot, si ndërtesat e vata e këto, që plot shqiptari e këti, se ata që përrinjë ato janë shqiptar, edhe që këtu që ndërtes ka jetu atëherë unikatili me familjen, që e mbaj mend, se kem lëviz shumë, e së më kujtohet detajisht, po mbledh shumë të dishëm me takoshëm të një qoshe këtu gas station, e një shok jam i ka pat punu Ferizaj, pa punu një 2-3 bloka për këtu, pizzerie, shkeshëm, hajshëm pizza atje. Këtu delshëm më mbledh shumë në shqiptarë, dhe të bëshëm gjirë, që të më një kafe në dora, me një pije. Tash, kur kisha një ditë pushim, ose 2 ditë pushim, dilësha takosha me këta. Por që po mundona me ja u shpjegu, me ja të regu ato që ka qenë më memorjet më të mira, më të bukura, më të freska, më ndryshe, më unike. Amo, këtyrë në përgjithësi, nuk ka ndryshu shumë Bronxi, nuk ka ndryshu shumë pak. Një prej momenteve që kom pas me Viktorin, Unikatilin atëherë, ka qenë në këtë që të farë pjesë që tu, na mbledhshëm shqiptare tu, ku me di shka qëllu momenti, ose jo ishin kona ta, unë kur erdha prej trenit, prej punës mbramje, u më një ku kam qenë, e kom pas CD-n e zez, ku e ngojsha kangë dhe ritmi rrugës atëherë, ushtari rrugës, di që ka ka pas emrin albumin, nështë ka pas edhe emrin atëherë ushtari rrugës atëherë, edhe emrin albumin ashtu njej, edhe i pash ishim bledhë s'ka, më së konë që atyra, qëtu dikun, shikon të ule, unale përshëndeta, edhe qka i të po dhash për ndëgjoj, Unikatilin, këtë fara ritmi rrugës. Thama të ndëgjoj pak, ja dhash, e kapi edhe ndëgjoj. Ndëgjoj disa momente, në boj shumë lafë sene, për një kohë ndëgjoj, jo shumë gjallë, për ndëgjoj tani ma dha, okej, thash ma të mirë t'janë, ma boni, tha ka dhe ma të mirë, apëten, kurse arrejsh ta, thash, për momentin s'ka, thash, nuk e divesh, për momentin jo ma të mirë, tha ka, e shet, thati, e shet, do t'a shesh. A thash, shkoj ndoshta 2 vite, 2005-2006 atër, kura e morë hëvë. Dhe ka qenë atër viti 2003-2004, së më kujto detajës, po, para se marrën Kosovën në vitin verës 2004, kur edha verës 2004 në Kosovë, mos edha më kënej. U të shkapa prej Bronxit e prej shëshërisë këtu. E dija i Agimi është, ka e takuar një djallë që moti si nga para rasisht në Bronx të Prizreni para do dite, edhe Prizreni Grill që shab Morris Park Avenue, edhe më tha që Agimi për presionit është këtu në Bronx, a tjeti të lanë, se di kështë. Një moment që më dhonë para se mja fillu historia e Unikatilit. O po atë farfamën e tim, që menej që është raperi ma unik që kemi pas në shqiptarët. Nuk e dhja do të kemi që ka t'ilë, që ka kangë të vërdekshme. Këtu e me shumë autobusi me shku në Arthur Avenue me hangë që baba pasull atje. Ma të shukun të investirin, pa baba të mësu. BX do më e qeni me, ta bërë. Edhe kalëm rrugën një tregoj edhe pjesën tjetër ku sheshet e banka, edhe kur hesha një hamburgera, diçka një sandwich, ka qenë të restorane që të poshtë sandwich. Oh my god.
Te që ky deli, që ky marketi vogël na blej shumë loteri me fitu në loteri, në shans. Me fitu në shqiptar në paret mira që ja maj men, po Arioti, kur s'ka fitu? Shtë e ka renovu pak e pjesë, kjo s'ka qenë kjo me shkallës, kjo s'ka qenë, Qipodhe s'ka qenë, Starbucks s'ka qenë atër. Asa të jo atjes. Gjithmonë zhurum. Gjithmonë zhurum. Si food truck shumë të mirë që ka i madhë kjo, wow. E që kjo McDonald's e më lëtë shumë ka ne hajshëm buk, bashk. Edhe këto tjerat ka ndërshu që Wingstop s'ka qenë këtu. Tash kjo Leidik Avenue. Edhe këto i kito shqiptare kam bërë rektorin duka Gjini, e do markete shqiptarëve, ki edhe kënej in hap. Edhe qënë të pëllëm që është e Bronx Park East, parku? Po je, edhe ati është një park. Edhe ati këna lujtë futbol për para. Si ja ka dhe, se ardhëm të Arthur Avenue, shkaj valoni. Matësia ka vesh në kërë. Muzikën. A vi qevo dojnë me na prish, po ti vi e alameti. Vi qevi dojnë me na pa, tu për ladër me veti. Për na për la me hasheve sa kejt sopto. Një minut ma si që sham, zgasim dorën pajto. Me për qafon se e ti pa një qetri nuk ban. Se ti e qaq i fort sa ki dos tim ton. Se njeri dosta te bojnë, nëse s'ki dosta s'ki sen. Jemi sigur, kur s'kem dërbel, kur s'kem u shem. Edhe femre që ka